apo kompetencën që të bëjnë dallime mes qytetarëve pa marrë parasysh gjinisë apo etnisë tyre e tjera kështu me radhë. Zoti Gaxheri, çfarë ndodh në aspektin e sigurisë? Pak ditë më parë kishim disa arrestime në disa qytete, disa prej të arrestuarve gjykata i liroi, pra duke ndryshuar masë sigurisë, pati akuza nga pushteti, u fol se mund të ishin disa oficerë të lartë pra të spionazhit serb që u futun të kamufluar si pelegrin, por si është situata e sigurisë edhe a mund të përfitojë ndoshta Serbia për ndoshta një banjë të dytë në këtë situatë brisht politike në Kosovë? Pyetja jote është tregues për ata për të cilët mirën me sigurinë që do thotë unë tham shpesh pyetja është informacion dhe gjithë kjo që ju thuani zotri Balla i kushton do thotë ngecja e krijimit të institucioneve dhe avancimi apo ngritja e kredibilitetit të institucioneve karshit qytetarëve nuk është vetëm ngecje e brendshme, por reflekton edhe jashtë. Miqt nuk kanë mundësi të bashkëpunojnë me ty, sepse s'ke kriju shtyllën përbërëse të shtetit dhe armisht e mirëpresin. Dashaketësit e mirëpresin këtë. Dhe pyetja jote nuk ka nevojë shumë laborim, është vetë pyetja jote është treguesi i qartë e cila është krijon një hapësinë ekstra që jo vetëm serbët të manovrojnë, por edhe nga shtetet e tjera. Ne kemi folur edhe herë tjetër, por në këtë rast më lejoni ta sjell duke qenë se kishim një njohje të re për Kosovën nga Sudani, që erdhi menjëherë pas vizitës së Osmanit, pra gjatë kohës që presidentja ishte në Turqi, ndërkohë që u fol edhe për njohje nga Siria. Tani mund të mbështetemi si garanci sigurie prap tek ajo që kemi diskutuar tek Turqia? Po gjithmonë zotri Balla, Turqin e kemi mikin. Nuk është që e kemi armik. Nuk është që është mes mikut e armikut. Ne e kemi mik deshtem apo s'deshtem, e kemi mik përderisa na përputhen interesat. Edhe Turqia është e interesuar të rritë ndikimin e saj në këto troje këtu. Dhe tani kjo e hena kalume e kom thonë me 4 prill është interesuar të rritë. A mund të arrijë qëllimin dhe nivelin të cilin e përcakton Turqia, unë jam skeptik, sepse evropianët kanë ndikim këtu më të madh se sa Turqia. Dhe niveli është largimi total i evropianëve i pjesës tjetër edhe marrja dorë komplete e Turqisë, apo? Jo, ajo nuk besoj se do të arrihet. Unë jam skeptik. Do të thotë qëllimi i Turqisë. Apo sigurisht Turqia do të kishte njëjtën qëllim edhe në lindjet mesme. Dhe Turqia është një fuqi tani kredibile në sistemin ndërkombëtar, e cila nuk është ekzistenca e kredibilitetit saj në sistemin ndërkombëtar nuk rrjedh në kohën në 3 mujoshin, 2-3 vjeçarin, 4 vjeçarin, 5 vjeçarin e tanishëm. Ata kanë pas fatin që në kohën e luftës dytë botërore të luajnë rolin më të mëshëm që një shtet mund ta kishte luajtur, që të jenë neutral, të paprekshëm dhe të padëmtueshëm gjatë luftës dytë botërore. Dhe aty e kanë pas startin, ka shit gjitha shteteve tjera më të mirë. Dhe gjithashtu tani ne mund të shohim është koha e pikpyetjes së sistemit ndërkombëtar dhe fuqitë shtetërore të ndryshme dojnë me tregu vendin, dojnë me tregu veten se ku në hierarkinë e ardhshme apo piramidën e ardhshme të hierarkisë se ku do ta vendosin veten. Dhe tani mund ta shohim ne pak Turqinë dhe shumë njerëz bëjnë çudi se ka fuqizuar Turqia në kohën e fundit. Turqia fuqinë ka pas shumë më herët, por sigurisht karshi Amerikës apo karshi Rusisë nuk e ka akoma atë kapacitet sepse jemi në kohën e asaj fuqisë nukleare. Dhe kam thënë dhe përsëris, lufta e tretë botërore është sheja e parë, është hudhja e një bombe nukleare. Ajo është fillimi i luftës tretë botërore. To tjerat janë gjithat menaxhueshme. Janë luftat të cilat janë të menaxhueshme, si ajo në linjët mesme si kjo